Fazat e krijimit të njeriut. Përpara se të shihnim dritën e diellit, përpara se të merrnim frymën tonë të parë, të gjithë ne kemi banuar në një botë të fshehtë. Një botë ku shkenca moderne ka filluar të hedhë dritë, por që krijuesi i universit e përshkroi me një saktësi që rrënqeth trupin, më shumë se 14 shekuj më parë. Në Kuranin famlart, në surën e Zumer, ajeti 6, Allahu thotë: Ai ju krijon në barkun e nënave tuaja, faz pas faze, në 3 errësira. Surja Zumer 6. Errësira e barkut, errësira e mitrës dhe errësira e membranës. Në këtë fshehtësi absolute, fillon kryevepra e krijimit. Si fillon jeta? Nga një pikë e thjeshtë lëngu. Por shihni se si e përshkruan Zoti i gjithësisë këtë rrugtim në surën El Muminun. Bazat e saktësisë embriologjike rreshtohen njëra pas tjetrës. Përpara, ne e krijuam njeriun prej esencës së baltës. Pastaj e bëm atë pikë lëngu, nutfe, në një vend të sigurt. Pastaj atë pikë lëngu e shndërruam në një ngjizje, aleka. Surja Muminun 12-14. Fjala aleka në arabisht do të thotë diçka që varet ose gjak dertse. Sot, mikroskopët konfirmojnë se në këtë fazë embrioni duket fjalë për fjalë si një shëshunjë që varet në murin e mitrës për të ushqyer. Dhe pas kësaj vjen faza mudga, një copë mishi e përtypur. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ne shpjegoi këtë matje kohore me saktësi absolute në hadithin e tij të famshëm. Vërtet, krijimi i secilit prej jush formohet në barkun e nënës së tij për 40 ditë si pikë lëngu, nutfe. Pastaj bëhet një ngjizje, aleka, për të njëjtën periudhë. Pastaj bëhet një copë mishi, mudga, o për atë periudhë. Në ditën e 42 ndodh diçka madhështore. Allahu dërgon një ëngjëll, i cili formson dëgjimin, shikimin, lëkurën, mishin dhe eshtrat, e mbi të gjitha i fryhet shpirti. Ti nuk je më thjesht një grumbull qelizash, ti je një qenie e gjallë. Aty brenda, i mbrojtur nga goditjet, i ushqyer pa pasur nevojë të përtypësh, i ngrohur pa pasur nevojë për rroba, ti rritesh e dita ditës. Kurani vazhdoi përshkrimin. Pastaj atë copë mishi e shndërruam në eshtra, pastaj eshtrat i veshëm me mish, e pastaj e bëm atë krijesë tjetër. I lartësuar qoftë Allahu, krijuesi më i mirë. Surja Muminun 14. Nga një krijesë e vogël mikroskopike, fillojnë të dallohen gishtat me të cilët sot prek, syt me të cilët sot sheh, dhe zemra, ajo zemër e vogël që rret 2 herë më shpejt se e nënës tënde. Çdo sekondë e rritjes tënde është një dëshmi e dashurisë dhe kujdesit të atij që të krijoi nga asgjëja. Por ky banesë e sigurt, një ditë do të bëhet e ngushtë, ora e caktuar po afron. Dhe këtu fillon një nga skenat më heroike dhe më të dhimbshme të ekzistencës njerëzore. Lindja. Mjekësia thotë se dhimbjet e lindjes janë ndër dhimbjet më të tmerrshme që mund të përballojë trupi i njeriut. Është një vije holl mes jetës dhe vdekjes. Askush nuk e ka përshkruar këtë sakrificë më bukur se Allahu i Madhërisëm në surën Lukman ajeti 14. Ne e urdhëruam njeriun që të jetë i mirë ndaj prindërve të vet. Nëna e tij e mbajti atë, duke duruar mundim pas mundimi. Surja Lukman 14. Mundim pas mundimi. Çdo kontraksion është një thyerje. Çdo shëtim e nënës tënde ishte një lutje për ty. Ajo pranoi të shkatërronte trupin e saj, vetëm që ti të jetoje. Dhe pastaj, pas vështirësisë, vjen lehtësimi. Një qerë e hollë mbush dhomën. Një dritë e re vjen në këtë botë. Në momentin që nëna e lodhur, e kputur nga dhimbjet, e merr atë foshnjë të përgjakur dhe vendos mbi gjoksin e saj, çdo dhimbje harrohet. Lotët e vuajtjes shndërrohen në lotë një dashurie të pafundme. Ti që po na dëgjon, ti e ke mrekulli. Ti ke kaluar në për këtë rrugtim. Kur mos e harrose nga erdhe, kush të formsoi kur isha asgjë, dhe kush vuajti që ti të ishe këtu sot. O njerëz, çfarë të mashtroi ty ndaj Zotit tënd bujar, i cili të krijoi, të formosoi dhe të rregulloi. Surja Infitar 6:7.